Këtu është horoskopi i premte 7 mars 2025 për ju. Mirë se vini në horoskopi i Fationit. Dashi. Regjistrojmë një moment tensioni për ta mbajtur nën kontroll, nuk është një ditë e mrekullueshme. Ndryshimet në ndjenjat ose marrëdhëniet tuaja. Demi. Periudha e rishikimit, marrëveshjet, bashkëpunëtorët, shoqatat. Në këtë periudhë, disa mund të mendojnë se është më mirë të jeni vetëm se sa në shoqëri të keqe. Binjaket. Është një horoskop i mirë për punë me një provë të shkëlqyeshme që mund të kaloni. Rimëkëmbja në dashuri. Gaforia. Në punë ndihmon një takim, duhet të ndryshoni strategji, vende, detyra. Shikoni të ardhmen me optimizëm. Luani. Edhe një herë është dashuria ajo që krijon një pavendosmëri të vogël, kushtojini vëmendje një historie të së kaluarës që ende nuk ka përfunduar. Diskutime në shtëpi ose në biznes. Virgjeresha. Në dashuri është një periudhë pushimi dhe nuk është faji juaj. Kjo ditë, përveç se raporton një rënje të lehtë, ju shqetëson shpirtin. Peshorja. Në punë dhe në dashuri mund të bëni gjëra të mëdha, tani nuk mund të ktheheni, jeni gati të vendosni për një të ardhme të shkëlqyer. Situata me përparësi të madhe për ata që duan të ndryshojnë përgjithmonë jetën e tyre, ngjarje që përfshin fëmijë ose shtëpi. Akrepi. Ditë e favorshme edhe nëse duhet të përpiqeni të mos humbeni rrugës. Vazhdoni edhe nëse mendoni se është në rregull të mbyllni diçka ose të ndryshoni kurs. Shigjetari. Ata që tashmë kanë një pozicion do ta konsolidojnë atë, të tjerët do të duhet të përballen me detyra të reja, një kompani të re. Në dashuri, shmangni konfrontimet e drejtpërdrejta, miqësitë e reja. Bricjapi. Një ditë që do të ndihmojë në heqjen e mjegullës së disa shqetësimeve të punës. Ju mund të rizbuloni vlerën e një njeriu që e keni mbajtur shumë larg. Ujori. Nëse vazhdoni të lodheni kështu, është normale që atëherë mund të lëshoni shumë tension në familje. Në dashuri nuk ju pëlqen të thoni po. Mendime të mundshme të dyta. Peshqit. Një miqësi e lindur kohët e fundit mund të bëhet një dashuri e madhe. Dita e hakmarrjes. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi së shpejti.